Sali Berisha festoi në 15 tetorin e këtij viti ditëlindjen e tij të 81. Dita, që ka botuar disa vite më parë provat e një falsifikimi, po i risjell ato në kujtesën e publikut dhe të hetuesve, nëse do duan të merren vërtet me këtë denoncim. Është thënë disa herë që ai ka falsifikuar 2 nga gjeneralitetet e tij. Mungesa e provave si dhe djegja e çuditshme dokumentave të familjes së tij në vitin 1997 në Tropoj e bënte të pamundur vërtetimin e kësaj akuze, ashtu siç ka ndodhur në dom edhe në rastet e akuzave të tjera shumë më të rënda. Por në shtator 2021, Dita publikoi për herë të parë dokumentat që provojnë falsifikimin e regjistrit të gjendjes civile dhe për më tepër, falsifikimin e formularit të dekriminalizimit. Kjo gjë sipas ligjit duhet të çonte në heqjen e mandatit të deputetit dhe në dënimin e ish-kryeministrit. Në dokumentat origjinale fillestare të Sali Berishës, datëlindja e tij është 1 korrik 1944. Këtë ditëlindje ai ka patur edhe në fletën e regjistrit, ku rezulton me prindrit dhe gruan, por edhe kur është ndarë nga trungu. Shkrimin e plot mund ta lexoni te Gazeta Dita.